Qytetarët e Rjollit po mbrojnë prej muajsh pronat e tyre. Atyre pronave u është qepur oligarku Bashkim Ulaj, i cili ka në dorë jo vetëm qeverinë, por edhe opozitën e vjetër dhe të kompromentuar. Në sa e sa protesta, ata qytetarë janë përballur me presionin dhe dhunën policore, mirë po ditët e fundit dhuna është intensifikuar dhe ka marrë përmasa skandaloze. Polici private, praktikisht gangster në shërbim të oligarkut, po i dhunojnë qytetarët, madje si sot i dhunojnë pa pasur fare pranit policisë shtetit. Kjo është një papërgjegjshmëri e rrezikshme nga ana e qeverisë, e cila në një konflikt midis dy palëve private nuk vendos ndërmjetëse policinë e shtetit. Shqipëria nuk mund të jetë Far West ku më i forti, ai që ka mundësinë të paguajë njerëz të fortë, njerëz që mund të rrahin me shkopi, me gur, madje nesër kush e di, edhe me armë qytetarët fitojnë. Shqipëria duhet të jetë një shtet i drejtës, prandaj është imperative që qeveria një orë më parë të pezullojë lejen për oligarkun Ulaj, të paktën derisa procese gjyqësore që kanë ngritur banorët të marrin përgjigje përfundimtare. Shqipëria është një proces të frikshëm të atij që quhet akumulim nëpërmjet shpronësimit, shpronsohen pronarët e vegjël privat, shpronsohen edhe qytetarët nga prona e përbashkët, gjithmonë për të pasuruar, për të vënë miliard mbas miliardi oligarku, gangsteri, krimi i organizuar dhe politikani i korruptuar.